Sistemi Safe City në Maqedoninë e Veriut tashmë disa muaj po regjistrojnë mijëra shkelje trafiku për çdo ditë. Por çfarë ndodh kur shkeljen e bën një automjet me targa të huaja? Arrin gjoba deri te shoferi. Ministria e Punëve të Brendshme gjatë 3 muajve të parë të funksionimit të sistemit Safe City ka regjistruar mbi 33.000 shkelje nga automjete me targa të huaja. Vetëm në muajin maj janë evidentuar mbi 11.000 shkelje. Megjithatë, edhe pse shkeljet nga automjetet me targa të huaja regjistrohen dhe evidentohen në sistem, procesimi i tyre për shqiptimin dhe realizimin e gjobave ende mbetet sfidë për institucionet. Дали камерите регистрираат странски таблици? Да. Дали ќе бидат предмет на казнување? Да. Дали се во системот? Да. Како ќе го подобриме процесуирањето на истиот, ќе видат македонските граѓани за брзо. Меѓутоа работиме интензивно и на тоа. Deri atëherë shkelje do të vazhdojnë të regjistrohen vetëm formalisht, por mbetet e paqartë sa prej gjobave mbeten të papaguara. Nga ana tjetër, Safe City ka edhe anën e saj pozitive, pasi që nga implementimi i Safe City në vitin 2026, gjatë 5 muajve të parë kemi pasur vetëm 39 viktima, ndërsa në 5 mujorin e parë të vitit 2025 kishte 56 viktima. A mund të ketë siguri të barabartë në trafik nëse një pjesë e shoferëve mbeten jashtë sistemit?